Hyra në një dyqan orësh luksoze në New York. Shitësja më pa nga kokat e këmbët dhe më përqeshi. Zotri, këto orë fillojnë nga $20,000. I thash me qetësi, do të doja të lija një depozit për atë Rolex, vetëm duhet ta mbaja për 2 javë. Ajo qeshi me mosbesim, lini një depozit? A keni ndonjë lloj parash të tilla? Nxora një qese të vogël prej kadifeje. E hapa zinxhirin dhe vendosa një shufër ari të pastër në banakun e saj. Ajo ngriu për 1 sekond. Pastaj ngriti një vetull. Në rregull, do ta mbajmë, por mos prisni rimbursim nëse humbisni parat. Ndërsa dola, e dëgjova duke i përshpëritur një kolegu, i cili vendos një shufër ari vetëm për të mbajtur një orë, ndoshta të falsifikuar ose të vjedhur. Nëse ai nuk kthehet, është e jona. Ata e mbyllin shufrën e arit në kasafortën e tyre të sigurisë së lartë. 2 javë më vonë, u ktheva. I dhash një faturë dhe i thash: ja ku e mbajte. Mbaj $50 si falenderim. Ajo puliti sytë e hutuar. Pastaj u përkul më afër. Të kërkuam: ti zotëron një rrjet dyqanesh bijuterish. Pse të kalosh në për të gjitha këto për një ruajtje të përkohshme? Unë buzëqesha. A ke provuar ndonjëherë të ruash arin në mënyrë të sigurt në New York për 2 javë? Do të më kishte kushtuar një pasuri në dokumente të pafundme. Pastaj mendova që me ju djema, për $50, mora ruajtje të siguruar në kasafort. Mbikëqyrje 24/7 dhe qetësi shpirtërore.